Disa histori fillojnë në vendet e errta, aty ku njerëzit shkojnë për tu larguar nga drita. Por me Marinën ajo filloi në një morg, aty ku një fund i hidhur u bë një fillim i mrekullueshëm. Marina nuk mendoi kur se jeta e saj do të lidhej me të vdekurit. Si fëmijë ajo madje kishte frikë nga errësira, por ishte pikërisht në morg ku filloi udhëtimi i saj i gjatë, i mbushur me sprova, dhimbje dhe siç rezultoi lumturi. Ajo ishte 27 vjeçe. Pasaj qëndronte një fëmijëri e rëndë sikur t'i përkiste dikujt tjetër. Babai i saj vdiq në një vdekje të tmerrshme, kur Marina ishte vetëm 7 vjeçe. Ai hyri në pyll për druzjari dhe nuk u kthye më kurrë. Më vonë, thanë se ishte sulmuar nga një ari. Babai i saj ishte mjeshtër i të gjithë punëve. Ai dinte të bënte zdrugtari, të kapte peshk dhe të menaxhonte begatin. Pas vdekjes së tij ishte sikur drita ishte shuar në shtëpinë e tyre. Nëna e saj Elena, një grua e butë dhe punëtore, nuk mundi t'i bënte ballë goditjes. Në fillim ajo ecte rreth si një hije, pastaj u sëmur dhe shpejt mbeti plotësisht në shtrat. Sëmundja nuk e vrau, por e ktheu në një person të pafuqishëm, të paaft për të qëndruar në këmbë, për të ngrënë vend apo edhe ndonjëherë për të folur. Që nga ajo kohë, Marina u bë vajza, kujdestarja dhe vetmja mbështetje e saj. Vitet kalonin si një moçale ngjitur. Në mëngjes, Marina e ushqente nënën e saj, e kthente nga ana tjetër, i ndëronte çarçafët, gjatë ditës ajo vraponte për të punuar si pastruese në shkollën e fshatit fqinj dhe në mbrëmje merrte një punë të dytë në një dyqan. Ajo nuk kishte miq, takime e as festa. Çdo ditë ishte si ajo e mëparshmja, si tullat gri të kasollës së vjetër pas shtëpisë së tyre. Ndonjëherë dukej se jeta e kishte kaluar, madje pa filluar vërtet. Kur shkolla filloi të shkurtonte stafin, Marina u gjet pa punë. Në fillim ishte e tmerrshme, si të mbijetonte, si të blinte ilaçe për nënën e saj. Por fati, siç ndodh shpesh, i hapi një derë aty ku ajo e priste më pak. Një spital në qytet kishte nevojë për një infermiere. Megjithatë, pozicioni nuk ishte i thjeshtë, ishte në morg. Herën e parë që zbriti shkallët e ftohta prej betonit në bodrumin e spitalit, ku një erë rëndë formaldehidi qëndronte në ajër dhe një heshtje frikshme mbizotronte. Marina gati shpërtheu në lot. Ndjej sikur në muret ishin të mbushura me hidhrimin e dikujt tjetër. Kryemjeku, Oleg Borisović, e takoi ashpër. Fjalë të thata, një vështrim i rënd pa asnjë ngrohtësi. Ai menjëherë bëri të qartë se nuk ishte vend për të doptit këtu. Kur në morg ishte një person tjetër, kirurgi i vjetër Arkadi Semjanović, ai punonte si mjek me turnë, ndonjëherë duke ndihmuar në përgatitjen e trupave dhe duke shoqëruar të afërmit e të ndjerit. Arkadi doli të ishte e kundërta e plot e kryemjekut, i qetë, i arsyeshëm dhe me një zë të butë. Ai dukej sikur ndjente çdo dhimbje dhe mund ta mbështillte atë me fjalë ngushëllimi. Mos u frikso, Marina, i tha ai ditën e saj të parë. Vdekja nuk është një armik. Për shumë ajo është një paqe. Për të lodhurit, një gjumë i shumë pritur. Këto fjalë të thjeshta dhe pa pompozitet e ndihmuan atë të mbijetonte javët e para. Gradualisht Marina u mësua me zhurmën e frigoriferëve, me tavolinat e ftohta metalike, me çarçafët e bardhë. Ajo mësoi ta shihte vdekjen si një pjesë e jetës, dhe pranë Arkadi, ajo ndjeu se ishte e mundur të mbetej njeri në këtë vend të errët. Ata punuan së bashku për 2 vjet. Gjatë kësaj kohe Marina u bë më e sigurt, fitoi durimin dhe madje fuqi. Por një ditë një trup u soll në morg që ndryshoi fatin e saj. Ishte një burr i ri, rreth 30 vjeç, që dukej si një i pastre. Një xhaketë e vjetër, këpucë të ndotura, pa dokumente. Stafi tha se ishte gjetur në rrugë. Emri i tij ishte Ivan Kornejev, siç u zbulua më vonë. Marina po përgatitej për procedurën e zakonshme. Por nga një kuriozitet i pastër femror, ajo donte të shihte nëse ky burr ishte i martuar. Ajo zgjati dorën duke u përpjekur të shihte një unas. Por sapo i preku gishtat, ajo u trondit. Në lëkurën e ftohtë ndjeu një ngrohtësi mezi të perceptueshme. Ajo i shtrëngoi gishtat në qafën e tij dhe zemrën e tij. Ajo po rihte dobët, por po rihte.
Arkadi Semjanović. Ajo nxori frymën me zë të lartë. Ai është gjallë. Kirurgi i vjetër menjëherë u ngrit, kontrolloi dhe sytë e tij shkëlqyen. Shpejt, ndihmë, në njësinë e kujdesit intensiv. Së bashku si shpëtimtar ata e nxorën burrin nga morgu, duke shmangur vështrimet e panevojshme. Gjithçka po ndodhte sikur vetë fati po i mbulonte ata. Në njësinë e kujdesit intensiv ata arritën të stabilizonin Ivanin. Vetëm më vonë Marina mësoi të vërtetën. Ivan nuk ishte as pak i pastre. Ai ishte një sipërmarrës i suksesshëm, i përfshirë në organizimin e ngjarjeve sportive dhe kishte fituar me ndershmëri një pasuri. Por zelia dhe lakmia nga ata që e rrethonin u shndruan në tradhti. Një mik i vjetër, Pavel, e tradhtoi, duke u përfshirë me konkurrent kriminal. Dhe pjesa më e tmerrshme ishte se Oleg Borisović, kryemjeku, ishte i përfshirë në komplot. Plani ishte i thjeshtë. Ivani duhet të dërgojë në spital tashmë i vdekur, dhe nëse ndodhte të kthehej në jetë, ata synonin ta vrisnin me një injeksion vdekjeprurës. Ajo që Marina dhe Arkadi Semjanović bën duke e shpëtuar, atë prishi skemën kriminale. Filloi një hetim. Paveli dhe bashkëpunëtorët e tij u arrestuan dhe Oleg Borisović u hoq nga pozicioni i tij. E vërteta doli në dritë, por kjo nuk ishte e gjitha. Një mbrëmje kur Marina u kthye në shtëpi pas punës, Arkadi hyri papritur për t'i kthyer çelësat e harruar të Marinës. Por kur Arkadi pa për herë të parë nënën e saj, Elenën, ai ngriu. Ai heshti për një kohë të gjatë, pastaj tha: "Marinoçka, duhet të rrëfej diçka. Unë dikur e kam dashur nënën tënde, Elenën, dhe ti je vajza ime. Unë vetë nuk e dija." Marina u ul aty e tronditur, zemra i rihte në gjoks. Mendimet i ishin ngatruar. Ajo nuk mund ta pranonte me njerë si baban e saj. Ishte shumë vonë, shumë ishte e humbur, por respekti dhe mirënjohja që ndjente për të mbeten. Në fund të fundit ai e ndihmoi jo vetëm në morg, por edhe në jetë. Dhe Ivan, pikërisht burri që ata shpëtuan, gradualisht u bë një pjesë e fatit të saj. Në fillim ai e vizitonte, duke i shprehur mirënjohjen, pastaj filloi të ndihmonte në kujdesin për Elenën, solli mjek dhe i zhvendosi të dy në qytet. Me të Marina ndjeu për herë të parë se jeta e saj mund të ishte ndryshe, jo vetëm një zinxhir detyrash dhe telashesh. Me çdo ditë që kalonte, ajo rritej më e sigurt. Ivan i tha asaj: "Ti më shpëtove, tani është radha ime të të shpëtoj ty." Me kalimin e kohës ata u martuan. Dhe Marina, duke besuar më në fund në veten e saj, vendosi të përmbushte një ëndër të hershme. Ajo u regjistrua në shkollën mjekësore. Ajo donte të vazhdonte t'i shpëtonte njerëzit, ashtu si dikur shpëtoi Ivanin. Tani jeta e saj ndahet në para dhe pas, dhe gjitha filloi atje, në morgun e ftohtë, ku vdekja papritur i la vendin jetës. Si mendoni ju? A ishte vendimi i Marinës për të falur dhe përqafuar familjen e re të krijuar me Arkadi? Një shenjë force apo dobësie? Mos ngroni të na tregoni në komentet më poshtë. Mirupafshi.